Fillimisht na prezantoheni. Jam Bekim Muzlia, nga fshati Huq, komunës së Sogut, banor tash i Pejës këtu. Që so jenë Pej, edhe pse keni shumë fshatin Huq, që është një fshat jashtëzakonisht i mirë, turistik, me pamje të mahnitshme, ka orë në Pej. Ko marrë parasysh që fshatat si zakonisht janë duke u braktis, fatkeqësisht, edhe ko marrë për një perspektivë pak më të mirë, një jetë pak më të mirë, edhe kështu që kemi vendosur më shpërngull Pejë. Unë e besoj që ti mirësh me një punë që është kur kush nuk ja din kohën, fillën si kur ka fillu më punu kjo punë, një punë artizanale me punime druri, lug, druri, edhe jo vetëm lug. Po jem punu edhe dikush që thot pehar, dikush garush, dikush emërtime ndryshme që në ato lug më të mëdha. Si të lindi si ide më marë bashkë me këtë profesion? Po ideja për krijimin e këtyne, si fillimisht ka lind edhe është një lloj trashëgimie kjo. Domethënë për të parëve tonë, domethënë për babgjyshit e babës. Parasysh që edhe ata kanë punuar me këtë lloj profesioni, me këtë lloj zanati, për punime të drunit, kanë punuar gjëra ndryshme nga druni. Si veçori domethënë është kjo, po edhe një pikë tjetër është që është një lloj kënaqësie shpirtërore kur e punon një produkt, një mjet, një vegël, kur ti e ki qef, e ki merak që ato, nuk mundesh më nda prej atij punimi. Tha, e kom trashëgimi, do më thonë pej babës, pej babgjyshit, prej krejtë atyre. Me çka e morë ata më shumë, nëse që shumë të regohë ma herë veç nuk jeton tash edhe prindi, me çfarë punimesh që morë ata më shumë? Po tash në kohë të babgjyshit që unë nuk e maj men heq, s'kom qenë fare i lindëm në atë kohë, thuhet që ka pas si profesion edhe mrierjen e brisqit në atë kohë, për arsye që ka qenë çoban edhe i ka rujt baktit edhe ju ka dash me pas gjithmonë një bris me veti edhe me atë bris domethënë ka punu punime ndryshme atje. Ka punu domethënë punime ndryshme, ndërsa edhe prindi i ndjerë ka punu shumë punime artizanale, domethënë shumë punime të mira. Edhe kjo është një lloj trashëgimie që mund ka lidh për mu lidh me këtë lloj profesioni që tani e punojnë. Sa është i vështirë më punu? Po për ata njerëz që e kanë merak këto, për ata njerëz që e duajnë me zemër, me shpirt, sigur edhe mjeshtrit tjerë, për shembull çiftelive që e duajnë me zemër, me shpirt, që unë shumë i vlerësoj, nuk është një lodhje shumë e madhe, është një kënaqësi shpirtërore që ti e shpreh atë talentin ton, e shpreh ato se çfarë ke qef ti me punu, është gjithçka domethënë që ti kur del në punim për shembull i bukur dhe i mirë, ti ndihesh shumë mirë, padyshim për arsye që ja ke arrit qëllimin. Po nëse del një punim ju edhe produktiv, atëherë menjëherë mjeshtrit ja prishat qefin e vet, që e din që e ka punu, po se ka punu që si duhet, kështu që aja nuk ja kënaq shpirtin, domethënë, edhe qefin, domethënë, një mjeshtri. Edhe aja, domethënë, nuk mundet as me më përdorë si me hedhë në treg, apo për veti më shërby diçka. Nëse mund më shërby vetëm për veti. Kështu që na këtu i kemi disa prej punimeve, gjithë secili punim, domethënë është artistik, i këtyre që i shohim këtu. Për shembull, shkojmë unë përveçoj këtu, këtë lugë këtu. Kjo për shembull është një lugë e cila nuk është kopju nga asnjë media, nga asnjë mjeshtër, s'u kopju. Kjo është një prodhim i imi që e kam shpikur në veti, modelin e bishtit. Edhe kur kom hedh, domethënë që kom edhe kanalin YouTube, e kom hedh që këtë model sot unë e qita për herë të parë në YouTube. Edhe nuk kom po kësi modeli unë, që ka modele ndryshme, për shembull tek druni mund me ekzekutu njeri me alarmu, me lëviz, me shty, me bon gjithçka, të lloj metodave, edhe kështu që unë
si definitiv, e kom marrë, domethënë, edhe e kom dhënë këtë lloj mënyre, domethënë profesionale, po është një model i cili nëse ja qesim i gishtat këtu, edhe një mjeshtër i mirë që punon, qoftë me çefteli, qoftë me sane artistike, dhe ja qet tek koka këtu, edhe shë bishtin atje që është gjithçka domethënë është nivel. Ku merret vesh edhe ku kuptohet për shumë të një lugë që nuk është mirë, atëherë kur ja qet shti gishtat këtu, edhe ja shë bishtin atje, po iku 1 mm këtu, ose 2 mm, atëherë kjo nuk o produktive. As për veti mund me përdor, po nuk o produktive për treg. Si ja prish synin, si t'ja qet këtu. Unë si zakonisht kështu domethënë i punoj, po si zakonisht kjo edhe bëhet mas parë duhet të jetë druni produktiv. Jo nga gjithsesi dru mundet me punu. Për shembull, nga druni i orës nuk punohet luga, për arsye që është dru i edh, edhe nga i dru nuk punohet hiç. The është diçka pak më e veçantë. Çka ke dosh me parasit përmes kësaj figure? A veç është një diçka si lloj imazhi që ke krijuar veti, apo ke dosh me parasit diçka ndaj simbol ose çka po diunë? Po faktikisht që nuk ka ndonjë lloj simboli domethënë të veçantë si shifet. Është një lloj simboli që unë e kom ditë domethënë me gdhan kështu që më ka ardhur vetëm nga ideja. Po si ide, edhe është bëj me diçka. Ja nuk ka të bëjë me diçka si shifet edhe mbos të verifikimit të mbrana, shifet që nuk kom dosh me nxjerr diçka më tepër ose me dhënë ndonjë mesazh. Si zakonisht unë nuk kam edhe ndonjë shkollë speciale të artit. Kështu që këtu domethënë që i nxjerri nga vet natyra, domethënë që më vjen në mend ta bëj kështu edhe del kështu. Po fatmirësisht këtë lloj modeli që njerëzit mund me gjetë modele ndryshme, nuk po them që është modeli më i mirë edhe më i përsosur për ky lloj modeli, ka shumë lloj modele, po ky lloj modeli për shembull më ka ardhur ide që me qitë si model temin. Po pak më ndryshe edhe është model, domethënë që e kom gjetur nga vetja. E nëse dikush e punon një lugë të tillë, domethënë e merr një kopje timin faktikisht, kështu i bie. Desha me pyet rreth punës drurit. E dim që në Kosovë kem shumë lloj drurish. Nuk po du mi një me rënë se janë disa lloje. Por për punime artizanale, për shkakun se tek këtë rast të lugët e drurit ose dikush i mirët me punime të çifteli ose punime instrumente frymore ose çka po diunë, po kthehemi tek ti. Cili dru është më i përshtatshëm ose më i lehtë ose po të bëj ta shtrin në pyetje. Edhe cili është për sy të klientit më i mirë, për shembull, se përveç që e ka formën e lugës, ajo do të më pasë edhe një ngjyrë diçka. Për ty cili është druni më i përshtatshëm edhe më i lehtë më punu? Po sa i përket lehtësisë së drunit, unë nuk e kom testu drunin e kumllës, për arsye që është një drun shumë i butë, edhe druni i dardhës. Po shumë i butë për më punu, sa i përket punimit, që domethënë me gdhënë edhe me punu sa më lehtë. E sa i përket jeshisë dhe zbukurimit, janë disa lloj drujve, nuk janë të paktë. Për shembull tek druni i qarrit është një drum që del shumë e bukur luga, për arsye që ka një jeshi, sidomos tek zemra. Nëse shkojmë tek zemra e lugës, ajo do del me një damort, që kanë thonë damort e drurit. Që ku kemi, kjo është luga e qarrit, edhe shihni se ka ardhur këtu tek zemra, edhe shihni që ka marrë atë jeshin shumë fantastike. Domethënë kështu. Edhe ka vetë, domethënë nuk ka nevojë. Nëse insiston dikush me marr një lugë, me vlen dyqan ose me punu me llak ose me ngjyrë, nuk është produktive absolutikisht me marr. Unë si kisha preferu për veti me marr, nëse o me llak ose me ngjyrë, për arsye që këtyre lugëve që punojnë artizanale, nuk ju hedhet as llak as ngjyrë, është një lloj vaji special, i cili këtu nuk gjinë, ne e përdorim për shembull, unë e përdori atë vajin ushqimor, domethënë për m'ia dhënë një shkëlqim kur përfundon krejt, edhe jo në çdo punim, jo në çdo lugë, për shembull të kjo bardha këtu, shkojmë të kjo bardha këtu që është drupaje,
të kjo për shembull nuk ka nevojë me i dhon shkëlqim këtij druni. Për arsye se nëse i dhom shkëlqim, ky vetëm zhallavitet, kjo dru paje, është dru paje, 100% është dru paje, edhe ka atë cilësinë e vet që e ruan kështu. Nëse kjo merr atë ngjyrën e vet gradualisht, ose prej ushqimit, ose prej vjetërsisë, është diçka tjetër, por nëse e marrim me fusimi me vaj këto, zizonja me i dhon shkëlqim, atëherë ne vetëm kemi me prish. E tek ky drum, për shembull, tek i qarrit edhe të shumë dru tjerë, nëse i japim shkëlqim, kjo vetëm e merr atë jeshinë vet, domethënë vizllon. Edhe tek druni i dushkut, apo i bumut, siç themi ne, është ky, nuk i jepet as këtij që shifet, nuk ka asnjë lloj ngjyre apo vizllimi, domethënë është drum komplet natyral. E tash, nëse vim tek trasia e lugës, edhe kjo shkon sikur një lloj punimi i qefterisë. Këtu duhet me qenë 5 mm. Nëse është ma pak se 2, apo ma pak se 2 e 1 mm, atëherë kjo bie jashtë poshtë. S'mund më përdor. Kështu që këtu trasia, kur të shohim këtu, duhet me qenë 5 e ma tepër milimetra, për arsye që kjo do të më llavrit që kemi një val me rujt formën edhe me rujt që shumë lehtë mund me marrë edhe qarje, po kjo si shivet është një punim shumë produktiv që mund me pas një jetë gjatësi shumë gjatë. Bekim unë po shoh punime këtu ndryshme, po e di që ki këtu mrena edhe ne me thoni mini puntori ose një puntori të vogël kur i pregadit këtu, përveç natyrës. Mirë se lugën më ne punon edhe natyrë. E di se më e merr një pajisje të vogël, tash kemë ndaj tregu disa pajisje që me çka punon, edhe është ma lehtë për shkak se edhe frymëzohesh më tepër, është ojë i mirë dhe punon ngadal. Po këtu keni punëtori të vogël, po jem të interesuar nëse bën për shkak të publikut me çfarë pajisjesh punon për shkak të lugt edhe me çti pak me punu. Diçka për neve. Normal. Në këtë rast për ne, për publikun, jo për mua, po për publikun. Normal, kuptohet me shumë respekt. Si zakonisht këtu për shembull unë i bëj me kur të vjen tek hapja e kupoles apo e burokës këtu, unë i bëj me qelc. Me qelc. Dikush thotë ja komponu një grys, jo grys. Po thotë kom marrë një pjesë të kosës edhe ja kom bërë si lloj formati, dikush thotë edhe i kom gry edhe me bres ndoshta, por me orën këtë cilësi kështu të bukur, që nuk duhet me has askun as gishtje as dora, duhet me kon perfekt, profesional, edhe si zakonisht në këtu i bëj me hapin e qelcit. Qelcin të gjithën e kom prodhu vet, e kom punu. Qelci faktikisht si qelc është kon i punu fabrikisht, po unë e kom bre edhe e kom bo në atë mënyrën që e kom adoptu për brez, domethënë kom bo si lloj brisku, se qelci ka qenë qelc vet. Po unë e kom bo qelcin brisk, e sa i përket qelcit, me që nuk është prezentu asnjë shqiptar, as i Shqipërisë, as i Malizia, as i Maqedonisë, domethënë as i Ballkanit, nëpër rrjete, nëpër media sociale, unë si ku ba për veti, mujnë me thonë që jem shqiptari i vetëm që i kom realizu dhe madje pas ati 17, i cili jo 17, se në 17 nuk banë, nuk o produktiv, nuk mund me kryet funksionaj nësa në 17. E kom 17 edhe kom qelci 22, i cili është shumë produktiv, fatmirësisht i ka pështu asaj 0 mm aty, ku ka mujtë edhe me pas pasoja që më shkatru komplet, po fatmirësisht ka pështu, është produktiv shumë, edhe ajo në gjendje me i bon hapjet e kupoles e lugës në mënyrë profesionale, e cila nuk mundet, po thuaj se asnjë skubull, këto për shembull do grysë, dikush i thotë grysë, dikush skubull, nuk mundet me reagu kështu, ai reagon. Është i vetmi qelci, edhe nëse i shohim gjitha janë, se unë kur si zakonisht si mirë, është i njoh këtu edhe kur t'ja çes gishtin këtu, tash e shoh thonë që është 4 mm. 3,5 deri 4 mm i ka këtu. Edhe çdo punim si lugë edhe punime të tjera që kanë të bëj me nxehtësi apo me qëndrueshmëri duhet të jenë ashtu po them
4 mm dhe 5 mm, është maksimum, mund me qenë edhe me trashësi edhe ma trash, po, nuk lunë rol, por nuk guxon me konë ma pak, për arsye që aja mund shkatru. Që dysh me planifiku se një lugë, për shumë duhet me hinë në valë, mi përbalu gjëtësi, se valë, se duhet me qenë, po. Edhe kështu që gjithë se cili punim që është punu nga une, dhe me thonë i ka mbi 5 deri në 7 mm trashësi këtu të kupola. Për kënejti bish një bënë që është dekor, po këtu duhet me qenë produktive, edhe kështu janë. Apo vazhdim të pudoria? Po, vazhdim. Që tash do e demonstrojmë se si punohet për shembull një lugë. Tash këtu e kemi një format, i cili është formati i dytë. Po si zakonisht duhet të kaloj nëpër disa faza. Kjo është faza e parë, ku bëhet formatizimi i drunit, që duhet të jetë 4 orë. Nëse druni është produktiv, atëherë e shiqoj mirë, nëse nuk ka edhe gjona ndryshme që mundën me pas vështirësi. Pastaj vjen faza, kjo është faza e dytë, ku bëhet thymja e këtij niveli këtu në 35 shkallë. Shihni? Do të thonë këtu duhet të ketë jo luga drejt, për shumë njerëz që se dim, po duhet të jetë 35 shkalla. Nëse shkon më tepër se 35 shkallë, është veç më e mirë, domethënë nuk e prish. Po nëse jetë e rrafsh, atëherë nuk mund me qenë produktive një punim i lugës, sa i përket lugës. Tash ky është një dru dushku, bungu, edhe ne do insistojmë ta hapimi këtu, si zakonisht ne hapim me qelc, për arsye se këto gjonat e ndryshme skubulla këtu nuk mund me reagu dhe ndru shumë të fort, thot, por reagon qelci, edhe do insistojmë me hap me anën e qelcit, si zakonisht për hapin me qelc të lugës duhet të jetë druni i kafshëm me dorë, domethënë. Tash është normal, është i mirë për me performu këtu, edhe na jemi gati për me hapjen e burokës së lugës me qelc. 22. Se ma herë të ceke punën e qelcit, a është ky ai qelci që the ku punuve? Po ky ka qenë qelci i parë, të cilin unë si qelc ka qenë di si ka qenë qelc, por unë domethënë e kom mre, o dash një bukur një kohë e gjatë për më mre ky, për me ardhë në dimension pothuajse 0 mm këtu, edhe me pre nga gjitha anët. E veçantë janë tek qelci, për arsye që pret domethënë nga 3 dimensione, domethënë këtu lart edhe nga 2 anët. Por gjendje domethënë me pre në 3 dimensione. Ose me gry në 3 dimensione. Tash e kemi drejt, të bë gryë drejt, po tash nëse shkojmë edhe dojmë me bë gryren ka ona e djathtë që i bie knej, po shkojmë kështu. Po nëse dojmë edhe ka ona e majt, më thonë pak me vështërsi e krymë këto, po duhet me këthy, si zakonisht e kthejmë kështu drunin edhe shkojmë pa pikë problemi, edhe jemi gjendje. Tash ky është i pari që e kom punu, nuk pa thamë e kom prodhu, po e kom punu. Edhe ky është, pasi që u punu ky, e kom pa që është shumë produktiv, e kom punu edhe tjetrin i cili është 22 qelc, vandjum, qelik do më thonë, edhe fatmirësisht po thëmë këtu, shifet që e ka një vizë zvogël, ku për shembull që është gdhen me këta gurë për shembull këtu, edhe gjatë gdhenjes kjo shkon vetëm ka një anë, e cila ka bërë të mujshme për arsye që kjo i ka pas diku 7 mm, po thëmë ashtu heker, tarsia, plus asaj i ka pas edhe ato thepat që dosh për me zhdhet burmen, ka qenë ato diku ofër 10 mm ashtu. Edhe tash gjatë që mundëm edhe me demonstru, nëse në punon që kjo. Dhe më thonë tash gjatë punimit të këti,
ky sillet vetëm një në nonë, është mos kështu mrerja. Edhe diku ka gjasa që të peshon edhe ma shumë, edhe mund shumë let me ardhë deri te përfundimi, po them te përfundimi i keq, për arsye që mund diku me peshu ma tepër kjo guri këtu, edhe me dëmtu. Po fatmirësisht ky ka pështu, domethënë, për arsye se nëse shohim këtu i ka 1 mm trashësi, edhe këtu ku është dëmtu edhe është produktiv. Është mjeti ma produktiv e gjitha këtyne, madje nëse edhe e blejmë 3 edhe dal, nuk ka mjet ma produktiv se sa ky. Nëse kamera mund me fokusu atje, e shohim edhe kapacitetin dhe forcin të cilin mund me ushtu ky lloj qelçi. Druni nuk ka rëndësi, për të lugë për shembull është ma i mirë me qenë edhe komplet i njëm, në i gjallë këtë, për arsye se nuk, kur të bëhet finaliteti definitivja e lugës, nxjerrë komplet luga, domethënë nuk ka asnjë pikë rëndësi, nuk mund me marrë qarje, madje as ky drum i cili shumë mund me marrë qarje, në punime në lugë, domethënë nuk mund me marrë qarje, për arsye që pollohet tepër, njerëzakonisht edhe nuk mund me marrë qarje, absolutisht. Në kështu bëhet hapja e lugës, na veç gati jemi ka formatizimi, do të me pas kujdes mos me dal jashtë vizë. Këtu kjo bën si formë qeftelije, pothuajse është e njëjtë me ata mjeshtet e qeftelisë të cilët e punojnë këtë hapjen e burukës. Po një kushtisht i kum pa disa që mundë me i përdor edhe disa gjona tjera për hapjen e burukës, por që kjo është ma produktive, po thëmë ashtu ma speciale, për arsye që nuk mund me dal jashtë vize, vetëm nëse e kalojmë shumë, që nuk ka shans me dal jashtë vize. Shumë ta shkojmë në ky mjeti këtu, i cili dikush i thot si lloj ceseri për me i hap këtu burukat e qeftelive apo edhe të lugëve. Po edhe me këtu lloj pajisjeve për shembull mund me insistu diçka me bën këtu. Kështu, si zakonisht ja po disa viza apo po nuk është edhe shumë preciz për arsye se kur të ka të bëj me diçka shumë të vogël, sikur këto që ka masin, nuk preferohet ky lloj mjeti. Nëse kemi diçka më të madhe atëherë po. Kështu që e vetmja është mënyra qelçi që këtu të ky drum për shembull edhe të gjithë drujt nuk ka jo të ky. Patjetër edhe nyje, më fort të ky nuk ka jo. Nuk e vet drumin ky, patjetër edhe nyje. Si që shini edhe nga krizma e cila po transmetohet në këto momente, është një diçka perfekte. Tash duhet me shku edhe pak i kemi që me formatizu një projekt lugës, e cila do t'jetë pastaj. Kjo për shembull nuk mundet mu vendosë edhe në mengele, po më e përshtatshme është me punu në dorë, për arsye që është ma produktiv. Po e sjell ka 14 vite, për arsye që tash nëse dojmë me sill kështu me këtu, e sillem kështu edhe e gëdhani me kështu. Si zakonisht procesi i kësaj mund me zgjat diku deri 2 orë gjysmë deri në definitive. Më bëjmë barem, e të përfundon krejt, për arsye se nuk është vetëm kupola apo broka e lugës, po janë edhe disa gjona tjera që duhet më nxjerr këtu. Po si përfundim mundem me shku edhe me skubën,
po na duhet hala domethënë me hap kupolën e lugës, kështu që ne po vazhdojmë edhe pak derisa kjo të jetë gati. Në shoh se kur e ka atë pikën kryesore që nuk guxon me shku ose nuk është në nevojshme me shku ma shumë, ma thellë. Si zakonisht ky është një punim shumë fantastik po ky mund të përdor edhe për gjona ndryshme, ose ky tash shive që është bajragin nuk është një drum shumë që më thon i lehtë, si drum plepi apo drum shelnje, një drum goxha i fortë. Cili është më qëndrueshme për shembull nëse është e përdorim për lugë? Afatxhot po flas. Cili është më afatxhoti? Po tash nëse shkojmë në detale, për shembull druni më produktiv edhe për lugë, edhe për instrumente tjera është druni i pajës. Druni i pajës. Po afatxhot është druni i pajës, po. Pavarësisht druni i pajës është tepër i qëndrueshëm. Se na e di që kjo për shembull çu e thënë vetë është një proces që gjatë më tepër se 2 orë. Po gjatë sigurisht më shumë. Nuk e di se ke mundësi për me prezantu 2 orë. E kem desha me pyet tash diçka tjetër, unë kam vizituar shumë mjeshtër drurit, ose punime ndryshme. Të shumë mjeshtër i kam pyet a e kanë për shembull punimin e parë të ruajtur. Dikush e ka për shkak se është kombjenja, është i lidhur me to kështu emocionalisht, dikush nuk e ka ruajtur. A e kiti punimin e parë? Fatmirësisht po, e kam edhe punimin e parë, është ky punimi këtu, cila ka qenë luga e parë që unë e kam gdhen, madje e kam gdhen me këtë qelcin këtu, pa përfundum, edhe shifet nëse e shohim këtë lugë, nuk është fare, domethënë produktive, vetëm që i gjasën një lloj punimi apo një lloj lugë, për arsye që komplet dimensionin je që e ka të trasht, po madje e ka edhe pak të shtymin edhe më poshtë, që e bën këtë lugë jo funksionale, edhe për këtë arsye me që ka qenë luga e parë, punimi i parë, edhe pse jo produktiv, shihet që so produktiv, madje këtu edhe kam hallu goxha tepër, e kam vendosur me bë me ngjyrë me llak. Edhe kur të bëhet një lloj punimi, sidomos luga që është ushqimore, nëse bëhet me llak, atëherë kjo jetë vetëm për dekor. Nuk mund më përdor kjo në ushqime, gjona ndryshme, domethënë kjo shërben si luga e parë për dekor. Edhe kam fatmirësisht ka pështu ky punimi i parë që është punu nga unë, edhe e mbaj kështu për dekor, si zakonisht. Unë di se më herët e përmenëm edhe venin për shembull natyrën. Po. Nashta na premton koha po flas të rreshtet atmosferike. Po. Ka qenë me dorë pak natyrë, po ç'është është punimi i lugës natyrë. Inspirimi dallimi mes pse punëtorie për shembull improvizume, po. Edhe natyrës. Po. A mëna më shumë natyrë aty? Unë më shku. Merë pe pajisë që ka të vëjtë e diqa me vete, e po vazhdim natyrë se është e mirë natyra. Po normal si zakonisht unë për çdo diele dal natyrë, kjo në gjuhën angleze njihet si bushcraft. Domethënë është një lloj pikniku apo hiking që mundesh ti me dalë, merr ushqime, merr gjona ndryshme, çantën, mjete, punës edhe aty tash. Po gjatë kohës mundesh me punu një punim, nuk do me thonë që e punon lugë apo po punon një punim. Këtë punimi sa më interesant, është shaq më e mirë, po mundesh me punu edhe lugë, edhe pse jo. Po si zakonisht do me thonë dal për çdo diele. Tash fatkeqësisht është edhe koha pak e ftoftë, po kur të merr koha mirë, do me thonë dalë e favoritoj atë pjesë, do me thonë pjesë ku unë i njoh. Dalë aty edhe ulna edhe ndezë një zjarr si zakonisht. Marr diçka me anë në pul, në mesh, në diçka, ajo një në gjuhën angleze si bushcraft, domethënë. Kreativiteti malore janë shumë të vlerësueshme. Për shëndetin e për shëndetin e për gjithë, po janë shumë të vlerësueshme dhe janë më të vlerësueshme për shtetet këtë huja se sa për neve që na nuk e dim lirë. Na sa dim lirë.
Bekim, na e planifikum për me dalë në vend, destinacion, se ku e merë ti edhe për Londën e por, po thomë, Drurin, ku e merë, do më thonë, ku e pregadit pak prafërsisht të atë faza e por, se dyta që thati. Po për shkak të kohës, është e pa mundshme me shkue në vend, destinacion ku patëm qef edhe me shkue. Edhe pse shpresoj që hera tjera, edhe do na prezentoj që tira i punoj më të mirë, diçka më të mirë. Në realitet, kem punime të mira, po diçka risi, po flasë edhe kohë e mirë, dalim edhe bëjmë një, që që thati një lloj kampingu kështu për qef edhe bëjmë emisione. Zotni Jakub, jeni të misarën çdo herë, jo vetëm ju, po çdo lloj edhe medjave tjera, ju bëj thirrje për këto krijimet artizanale, që mos shuhen këto krijime, për arsye që janë të paktë ata njerëz që i punojnë këtu. Unë me sa kam dëni janë diku 2 ose 3, i treti muj me qanune. Kështu që unë ja dhon si mesazh njëkohësisht edhe medjave, po edhe aty në trive që kanë dëshirë më merr me këto aktivitete, në të mirën çfarë kanë qef ata me punu. Po më mirë do ishte me i dhonë përparësi shkollimit, arsimimit, po edhe nëse kanë si hobi këtë lloj pune, pse mos mirën me këtë punë, kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe, është një lloj kreativiteti që në gjuhën angleze thirret bushcraft, apo shëtitje, piknik, ose hiking, që mundesh me shpreha të talentin, natyrë, najt pastër, me kriju diçka të bukur, me bo diçka të mirë për publikun, edhe është gjithçka është superiore, fenomenale. Unë për shok këtu bjesht rreth një rreth, bjesht e rrugove, se në shumicën e këtu bukurive, po flas tonë atë Kosovës, veç në shumicën e venave po vret që ka edhe burr, kështu që edhe dimni ka bukurinë e vet, besoj, edhe shpresoj që dimni të kena me orë me bo prap një diçka të ngjajshme, pse jeni të mesardhën, çdo herë jeni të mesardhën, jo vetëm ju, po kushdo që të ka dëshirë me ardhë, me i prezentu këto lloj punime, për arsye se pothuajse janë shurje, edhe nëse vazhdon kështu, mos me pas as interesim për këto lloj punimeve, as mos me pas kush fakurreshje për këto punime, se njerëzit këtu e marrin, zonja se një lugë është e kohës Titus atje para 200 vjetë, edhe zonja që duhet me hangër me ato. Faktikisht këtu janë një kreativitet që mund një lugë për shembull më marr edhe për me solid diku në muri për jeshi, për zbukurim, po njëkohësisht edhe kuzhinat, çdo lloj kuzhine që përgatit ushqim pa një lugë druni, pothuajse nuk u panë. Është shumë e vërtetë kjo. Kështu që fatkeqësisht këto gjonat, sidomos tek punimi i lugëve, edhe punimeve të tjera, po posaçërisht tek punimi i lugëve është një diçka për keqardhje, për arsye që nuk vlerësohet arti i punimit të lugëve, nuk vlerësohet pothuaj as pak sa në vendet të tjera. Edhe tash nëse shkojmë edhe e thrasim një lugë druni në gjuhën angleze, për shembull, që i thirret wood spawn, e një krejt bota. Është një diçka e qartë, e ditën. Sa i përket qeftelisë, është instrument i unik kombëtar shqiptar. Duhet me vlerësu deri në maksimum, duhet me i dhënë përparësi çdo herë aty në mjeshtrat që i punojnë qeftelit, për arsye që me ata dy tela njerëzit janë mënu me i thurr kong si herojve, patriotëve, e shumë tjerëve, por shumë tjerë, po ju kënduar edhe për qef, domethënë, po është instrument i unik kombëtar shqiptar, nuk duhet m'ia hu vlerën asesi. Edhe pse nuk njihet fatkeqësisht, po them, unë shpresoj që njerëz kanë me lobu, që me njoftë edhe vendet e tjera, domethënë vendet e huaja që nuk e njohin atë instrument, ose që johozojnë, për arsye që Sharkin e kemi pak tuazume me instrumentin turk, po qeftelin nuk e kemi të havazume me asnjë instrument, domethënë është instrument i unik kombëtar shqiptar, ajo dihet. Kështu që duhet me lobu edhe në vendet tjera ku nuk e njohin atë instrument, që ku del një kombëtare para gjermanëve, mos me pas nevojë me thonë që kjo është instrument dhe quhet qefteli. Kjo do ishte shumë e mirë, ndërsa sa i përket tash kthehemi
prej qeftelis, po kthehemi në lugë, nëse e thu ti, qoftë edhe vogël me qenë, thu vot spono që kjo, edhe që në kanal YouTube, ato ta një krejt bota. Dhe në Australi e një. Po shpresoj që në i ditë komar edhe në më bo edhe në i loj panajiri për këto gjona, edhe do jam i ftuar edhe në panajire, që dhe ekspozoj këto gjona në panajire, për arsye që të merr edhe populli Dionisi, si polo luga, edhe mos thonë se zonja se kjo është para 200-300 vjetë, që e merr për me bukë. Faktikisht, njerëzit mundën me marrë këto gjona si artistike, i marrin për zbukurime ndryshme, po njëkohësisht edhe çdo kuzhinë shqiptare, çdo kuzhinë profesionale, edhe në YouTube, unë nuk më pas që përgatitet me lugë tekrit, metal, jo, po si zakonisht kanë ai top plota, kanë diçka, kështu që çdo kush që është i interesuar për rreth këtyre punimeve, si ato artistike, si këto që janë edhe këto artistike, po them ashtu, lugë, punime drunit, artizanale, edhe duhet me cek këtu tash po më vjen në mend me cek një shembull se me këto lugë për shembull edhe në kohë Titos, njerëzit në atë kohë nuk kanë pas lugë tekrit, domethënë po s'kan pas lugë tekrit me talta, janë ushqyer me këto lugë që të cilat i komponuan. Na e thamë edhe më herë për shembull se kjo nuk ja dihet fillin se çfarë ekziston, faktikisht. Është secilë në periudha ndryshme ka ardhur dhe evolimi, ka ardhur ndryshimi, tash ka edhe lugë are që flitet, po kjo ka rëndësinë vet. Bekim, unë të falenderoj shumë ty për këtë emision që e kena realizuar bashku, besoj që ka me pas një shikueshmëri të mirë, ka me pëlqyer edhe njerëz ata që na shikojnë. Kush është interesuar për shembull për marrë me po se çysh është punimi në lugës ose tregu me përcjellje se diçka, është një diçka që mund me gjetë adresën pa problem. Hesh atje, unë të falenderoj mikpritje, të falenderoj për mohabet, për gjithë, edhe pse nuk mujt me realizu ato që patëm qef me shku edhe në vend atje ku e merë edhe Londën e por, po tjera herë. Me kismet Zotë Jakub, kur të merë një kohë e mirë, do e gjejmë edhe kohën e përshtatshme që të shkojmë faktikisht edhe nga në atë pjesën atje, ku edhe unë si zakonisht e frekujtoj atë pjesë, edhe mundu me punu, po thonë, ashtu diçka edhe në atë pjesë atje, edhe unë ju falenderoj juve si televizion, jashtëzakonisht e vlerësoj jashtëzakonisht emisioni Traditat tona, për arsye që janë traditat tona, edhe unë këtë mesazh ja kisha jap edhe opinionit edhe gjithë kombë shqiptar, po them ashtu që mos i harrojmë këto traditat tona, se këto tradita kanë qenë parëve tonë, edhe mos i harrojmë këto kultura artizanale, edhe t'i vazhdojmë këto punime, për arsye që nuk ka asnjë gjë të keqe për këtyne, vetëm japin e kujtoj një kohë që mundëm me të kthy ndoshta 200 vjet më herët, po si zakonisht në kohë të sodit, domethënë nuk ka kuzhinë, sidomos në për YouTube, me sa i kom pa që punohet me lugë të metalt apo të plastikës, apo janë kancerogjene, janë toksike, kështu që këto lugë, për shembull, drunit janë lugë të pastërta, janë punime të pastra, edhe ato punime të artistike, domethënë kanë atë vlerën e vet, për arsye që siç e pat aty ishte edhe një simbol i ushtrisë shërimtare të Kosovës, me të cilën unë e kom punu me shumë respekt. I ka marrë kohë diku mbi 2-3 javë, i ka marrë punë aktive për me realizu atë të parën. Pastaj pothuajse dyjat i kanë marrë aq shumë kohë. E sa i përket lugëve, realizimi tyne është diku 2 orë gjysmë punë aktive. E tham po e tham më herë, po e caktuam ato. Kështu që mësum vetë gjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj juve si televizion. Edhe jam falenderues që keni gjetë kohën me ardhur nga Prishtina në Pej. Respekt për juve, Zoti ju rujt edhe ju uroj sukses. Edhe shpresoj që të ketë shikueshmëri edhe vlerësim sa më tepër të këtyre aktivitete të artizanaleve, për arsye që edhe kjo që e bëj unë hin në atë botën e punëtorëve, domethënë që punojnë qeftelia, edhe punojnë gjona të ndryshme artizanale. Beko, unë të falenderoj edhe herë. Në emën tem, në emën emisionit Traditat tona, në emën televizionit të TV-s, të falenderoj shumë.
për çdo sen që kena bë deri tash. Mirë po, është në emisionet tjera bashkë. Së bashku. Hajde, faleminderit shumë.